Mbrëmjen e së njëjtës, sheshi para teatrit Migjeni në Shkodër u mbush me tinguj muzike, ngjyra dhe gëzim fëmijësh, teksa u zhvilluan prova gjenerale të festivalit të 63 të këngës për fëmijë. Kori i fëmijëve të festivalit solli një atmosferë të ngrohtë dhe emocionuese, duke sjellë në skenë energjinë e pastër dhe të gëzueshme që vetëm zëri i tyre mund të dhurojë. Vetëm pak orë para nisjes së festivalit që do të transmetohet drejt për drejt në radio-televizionin publik shqiptar, provat finalizuese vijuan në sheshin para teatrit Migjeni. Artistët e vegjël të mbështetur nga prindërit dhe stafi organizator kanë vijuar përgatitje e nevojshme. Si çdo vit, por edhe këtë vit kemi një repertor goxha të mirë, ndryshe nga vitet tjera kena 29 këngë. Kjo ishte edhe shkaku sepse kishim një fluks të jashtëzakonshëm të kompozitorëve që morën pjesë në garë për të kualifikuar për të qenë pjesë e festivalit. Kemi shumë postere të bukura, gjëra të bukura, shumë reklam që do fillojmë tash do bëjmë edhe më aktive në rrjetet sociale për gjithçka. Presoj që t'i shihni edhe t'i pëlqeni. Festivali i këngës për fëmijë në Shkodër është një traditë që vazhdon të përcjell vlera muzikore dhe emocione të bukura brez pas brezi. Edhe këtë vit ai vjen si një ngjarje që i jep jetë qytetit dhe përforcon rolin e artit në rritjen dhe edukimin e fëmijëve.